Në Kalan e Argjiros u çel një ekspozit me punimet e realizuara nga restauratorët gjatë vitit të kaluar në kuadër të restaurimeve të objekteve të kategorisë së parë dhe të dytë. Punimet e përfunduara u shpalosën për publikun, mes të cilëve kishte edhe turistë të shumtë. Bëhet fjalë për 12 ndërtesa, pra objekte monument kulture kategori e parë dhe e dytë. Midis projekteve ka, po themi, dhe projekte të përzgjedhura nga drejtoria për të mbajtur si material për projektet e zbatimit. Normalisht është një material i mirë i pasur me material arkivor, arkitektonik, historik, ndërhyrje konsoliduese dhe restauruese. Studentët po punojnë objekte të tjera, normalisht në vijim të këtyre projekteve. Nuk bëhet fjalë për projektet, tu është vetëm esenca e projekteve, pra panel ekspozite. Këtë vite kemi vendosur që ta organizojmë tek kalaja e qytetit e Gjirokastrës, por krahas ekspozitës gjithmonë e gjithë puna e gjithë studentëve dhe profesorëve të lëndës përfundon dhe me një botim për sa i përket banesave gjirokastrite, pasi çdo vit kemi banesa të ndryshme, pra. Dhe në një farë mënyrë është një lloj katalogimi që studentët bëjnë. Bashkëpunimet të tilla kanë qenë të frytshme, duke ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e viziturshmërisë së monumenteve të kulturës. Të 4 vite radhas në drejtoria rajonale dhe Universiteti Polis janë duke zhvilluar një kamp për rilevimin e disa prej objekteve monument kulture brenda qendrës historike të Gjirokastës. Ka si edhe një rritje të vëmendjes ndaj qendrës historike të Gjirokastës dhe në periudha të cilat kanë qenë me fluks të ulët vizitorës, siç është nëntori, dhjetori apo muaj të dimrit, pasi fluksi kryesisht është përqendruar nga muaji maj deri në muajin tetor, por që kemi një rritje dhe një qëndrueshmëri të numrit të vizitorëve. Edhe për këtë javë, ndoshta edhe faktorët atmosferik apo edhe zhvillimi i këtyre aktiviteteve ka dhënë një rezultat të mirë në numrin e vizitorëve. Ky bashkëpunim me Universitetin Polis dhe Bashkinë Gjirokastër është shumë i rëndësishëm për drejtorinë rajonale të trashëgimisë kulturore, pasi në vetvete këtu jemi duke dokumentuar disa prej objekteve monument kulture të cilat ndoshta për shkak të rrethanave të ndryshme mund të shkojnë edhe në degradim. Por krijimi i database të saktë mbi këto objekte, pasi këtu përdoren metoda digjitale të rilevimit si laser scanner apo drona, lën një dokumentim të plot mbi trashëgiminë tonë kulturore, të cilat në një periudhë të mëmshme o përdoren për hartimin e projektit të restaurimit apo të ndërhyrjes së këtyre objekteve. Punimet e realizuara gjatë procesit të restaurimit u prezantuan si dëshmi e përkushtimit për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.